Specialistët për hetimin e narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasit. FK 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lënde dyshuar narkotike kanabis, si dhe një mjet prerës. FM 32 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit në autometin e tij u gjet një sasi lënde dyshuar narkotike kokainë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin RI, 35 vjeç, banues në Sarandë pasi ka tentuar të fshet DVR-n e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë së objektit të tij. Në këtë objekt, më datë 17/12/2025, dyshohet se gjatë kryerjes së punimeve është aksidentuar shtetasi K 40 vjeç, banues në Sarandë, i cili si pasojë është dëmtuar dhe aktualisht ndodhet në spitalin e traumës, nën kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasen AK, 78 vjeçe, banuese në Himar, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetësia FT, 58 vjeçe, banuese në Himar, e cila pretendon se gjatë një konflikti është dëmtuar në dorë me vegla pune nga shtetësia AK, e cila i ka dëmtuar dhe një pjesë të murit rrethues të banesës, për shkak të një konflikti pronësie që kanë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Dhërmi referuan materiale në prokurori për RS, 19 vjeç, banues në Kodër Kamës, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi ZG, 28 vjeç, banues në Librazhd, se në fshatin Kondraq, mbas një konflikti për motive banale, shtetasi RS e ka goditur me kaçavid, duke dëmtuar në krah. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.